Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 53 nga mësimi në Shqip. Kjo do jetë seria e fundit në lidhje me programin që kemi nisur disa tutoriale më parë. Çfarë do të bëjmë në këtë seri? Në këtë seri do shikojmë disa përmirësime të vogla që ne mund të bëjmë në lidhje me interceptors dhe do vëzhgojmë të gjitha funksionalitetet që kemi shtuar deri tani. Mirë po, para se të fillojmë do vlerësoja shumë nëse ju do i bëni like kësaj video, share dhe do i bëni subscribe channelit. Le të fillojmë me përmirësimet që ne kemi në plan të bëjmë. Le të ekzekutojmë programin fillimisht dhe vendosim komandën help për të parë të gjitha komandat. Dhe disa nga komandat marrë një parametër të quajtur location. Për shembull, komanda printer merr location dhe ky location është folderi ose vendollja kudo e printojmë të dhënat. E njëjta situatë është me komandën buy. Për momentin ne kemi vendosur pathin në desktop, pra do i printojmë gjithmonë të dhënat në desktop, por ne do e përmirësojmë këtë. Dhe si do e përmirësojmë? Do e përmirësojmë në mënyrë të tillë që përdoruesi nuk ka nevojë ta vendosi pathin ose vendolljen në command line, por ne do i shfaqim një dialog box ose ndryshe një dritare ku ai mund ta zgjedhë folderin që ai dëshiron, duke naviguar nëpër folderat e kompjuterit. Dhe si do bëjmë këtë? Për të bërë një gjë të tillë, ne na duhet të shtojmë ose të përdorim një referencë e cila quhet system.windows.forms, pra format e Windowsit, të cilat vijnë nga kjo namespace. Për të shfaqur një dialog box, ne duam të shtojmë një klasë të re dhe do e quajmë folder browser manager. Ju mund të vendosim një emër të çfarë doshëm dhe do vendosim statike përsëri. Dhe çfarë do bëjmë në këtë klasë? Në këtë klasë ne do shtojmë referencën në fjalë. Pra do themi using system.windows.forms. Siç mund ta shikoni, tashmë ne kemi këtë ngjyrë në kuqe, pra që do të thotë se kjo referencë ose kjo assembly nuk është e përfshirë në projekt. Dhe për ta përfshirë, marrim copy paste këtë, shkojmë tek references, klikojmë me të djathtën dhe themi add reference, shkojmë tek search dhe vendosim këtë. Do shikojmë këto rezultate, ne zgjedhim vetëm këtë që na duhet, pra system.windows.forms dhe klikojmë OK. Në këtë moment do shikoni që vija e kuqe ose ngjyra e kuqe ikën. Që do të thotë se ne mund ta përdorim këtë. Tashmë krijojmë një metodë e cila do jetë public static dhe do na kthejë një string dhe emri i kësaj metode do jetë select folder location. Pra me pak fjalë, kjo metodë do na shfaqë një dialog box dhe në fund do na kthej string i cili do jetë locationi ku ne do ruajmë rezultatin. Dhe themi var dialog box është e barabartë me new folder browser dialog. Pra, kjo është klasa që ne do përdorim nga kjo assembly për të shfaqur një dialog box ku ne mund të bëjmë select një location të caktuar. Dhe themi var result, do e sqaroj tani se çfarë është kjo. Themi dialog box pik show dialog. Në këtë rast do shfaqim dritaren ku ne mund të përzgjedhim locationin ose folderin dhe pasi e kemi zgjedhur këtë location ose këtë folder do marrim një rezultat dhe ky rezultat do jetë i tipit dialog box, që në fakt nëse ne klikojmë këto nuk është asgjë tjetër vetëm një enumeracion i cili na vjen me këto rezultatet. Pra na vjen me rezultatin none, OK, cancel, abort, retry, ignore, yes and no. Pra këto janë rezultatet e mundshme që ne na vijnë nga selektimi një folderi. Dhe themi switch result case, nëse rezultati që ne na vjen është OK, pra do të thotë që kemi zgjedhur një folder, pyesim if string is null or empty,
dialog box big selected path, pra ne duam që të pyesim nëse selected path që kemi marrë është null ose empty, sepse mund të ndodhi që mund të jetë e tillë. Dhe në këtë situatë do bëjmë throw exception. Themi please select a valid location. Pra e lutem zgjidhni një lokacion ose vendodhje valide dhe themi break. Le të vendosim dhe një default case, në këtë rast do bëjmë throw new exception. Në qoftë se selected path pra ka një vlerë, themi return dialog box peak selected path. Në këtë rast mund ta heqim break sepse bëjmë return direkt këto. Dhe këtu me poshtë bëjmë throw new exception me një mesazh të çfarë doshem, unknown, për shembull, operation, që do të thotë operacion ose veprim i panjohur. Në qoftë se ju dëshironi, mund të shtoni dhe case-et e tjera, për shembull, të shtoni case në qoftë se useri ka klikuar butonin cancel, se çfarë do bëjnë, në qoftë se ka klikuar një buton tjetër, në qoftë se diçka tjetër ka dështuar, etj. Por për momentin unë do bëj handle ose do marr në konsiderat vetëm rastin kur marrim OK si rezultat. Dhe në fund kemi kthyer këtë stringun. Dhe si mund ta përdorim tashmë ne këtë metodë? Këtë metodë do e përdorim në të gjitha vendet ku ne tham që vendosim locationin manualisht në command line. Dhe për ta parë këtë gjë, ju thjesht mund të thoni help. Dhe siç e pamë më përpara, interceptori print e ka këtë si argument ose e ka këtë si parametër që ne duhet ta kalojmë si argument. Pra shkojmë tek print interceptor, e hapim dhe këtu kemi metodën print to text file dhe kemi kaluar këtë locationin. Tashmë ne mund ta marrim locationin nga metoda që sapo krijuam dhe themi folder browser manager peak select folder location. Pra në këtë situatë kemi marrë locationin nga kjo metoda këto. Tashmë ne nuk na duhet gjë ky si parametër, e heqim. Gjithashtu e heqim dhe nga dokumentacioni, formatojmë kodin dhe tashmë jemi në rregull. Pra në momentin kur kemi produkte, ne do marrim këtë lokacion. Vendi tjetër është tek by interceptor. Pra këtu siç mund ta shikoni kemi vendosur location i cili është hard coded ose kemi vendosur thjesht në kod. Këtë mund ta përmirësojmë sërish duke thënë location është barabartë me folder browser manager peak select folder location. Dhe në këtë situatë mund ta heqim të gjithën dhe kalojmë locationin këto. Tashmë ne mund të ekzekutojmë programin dhe të shikojmë se çfarë kemi bërë. Le të shohim a kemi ndonjë produkt për momentin në basket, s'kemi asnjë. Shtojmë një produkt. Shikojmë që kemi produktin në basket dhe do themi print. Në momentin që ne vendosim komandën print, marrim këtë errorin këtu. Çfarë do të thotë kjo? Me pak fjalë, në momentin kur ne përdorim metoda ose përdorim klasën folder browser dialog, duhet që të përdorim një atribut tek programi kryesor. Ky atribut përcakton pra që programi duhet të jetë single threaded, sepse siç mund ta shikoni, errori thotë current thread must be set to single thread apartment mode before OLE calls can be made. Pra me pak fjalë, ky atribut ne na lejon që ne të përdorim këtë klasë dhe po të shkojmë te klasa program tek metoda main, tashmë ne këtu duhet të vendosim atributin e fjalë. Atributin e fjalë që ne po flasim quhet STA thread. Për momentin mos u mundoni të kuptoni se çfarë janë atributet, sepse do i shikojmë më vonë se çfarë janë atributet.
por mendoni thjesht që kjo gjëja këto nena duhet që t'ja vendosim metodës main në mënyrë që ajo të përdori klasën në fjalë, pra folder browser dialog. Thjesht kjo është e gjitha. Nëse tashmë ekzekutojmë këtë programin, bëjmë të njëjtën gjë, themi add product mesh amount 3.2, produkti është shtuar në basket, dhe këtë mund ta verifikojmë duke vendosur komandën list. Tashmë themi print. Nëse ju ekzekutoni këtë komand, tashmë ekzekutohet kodi për të cilin ne do na shfaqet një dialog box ku ne mund të zgjellim një location ose një folder. Dhe tashmë ju mund ta zgjellni ku të doni. Për shembull, unë po shkoj tek this PC, po shkoj tek desktop dhe kam selektuar desktop, klikoj OK dhe thot invoice printed successfully. Pra tashmë unë nëse hapi desktopin, shkoj te desktop, do shikoni që kam këtë text file-in të quajtur order summary, i cili ka të gjitha rezultatet. E njëjta gjë. Nëse ju dëshironi ta printoni në një vend tjetër, mjafton të zgjidhni një location tjetër, për shembull mund të shkoni, po them tek downloads, zgjidhni këtë dhe thot invoice printed successfully. Tashmë nëse shkoni tek downloads, do shikoni që ky text file ndodhet në këtë location. E njëjta gjë është për komandën buy, themi buy, dhe do na shfaqet një dialog box sërish ku ne zgjedhim se ku do i ruajmë rezultatin, themi desktop, klikojmë OK dhe thot purchase completed, basket is empty. Dhe nëse tashmë ne shkojmë në desktop, do shikoni që përsëri ndodhet file në fjalë. Vendosim exit dhe mbyllim programin. Pra kjo është e gjitha për sa i takon klasës folder browser dialog. Dhe me kaq që ne do e mbyllim këtë program, sepse kemi shtuar komanda të bollshme për një program të thjesht, por normalisht ju mund të shtoni të tjera nëse dëshironi. Le të bëjmë një overview të shkurtër të këtij programi, klikojmë start dhe shikojmë se çfarë kemi shtuar deri tani. Gjëja e parë që ne mund të shohim është komanda help, që ne na tregon të gjitha komandat që kemi në këtë program. Pra kemi komandën add për të shtuar një produkt, list për të printuar të gjitha produktet nga shporta, kemi me komandën list all e cila do paraqesë ose do shfaqë të gjitha produktet në store, kemi komandën clear e cila do pastroj tekstin në konsol, kemi komandën delete e cila do heqë të gjitha produktet nga basket, kemi komandën update për të bërë update një produkt, kemi check për të kontrolluar nëse produkt ndodhet në basket, calculate, remove, print, save, edhe buy. Në tutorialin e radhës ne do fokusohemi në koncepte të reja më të avancuara, dhe ky është programi i cili përmbledh të gjitha njohuritë e deri tanishme. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.